Të dashur shqiptar, shkrimtarët grek kanë ndryshuar tekstin e Stefanosit të Bizantit në internet, mbas filmave të mi, për fjalën erdha në gjuhën shqipe. Unë nxora një film kur shpjegoja që fjala erdha në gjuhën shqipe është varianti dorik i variantit të atikës ertha në gjuhën helene dhe erthi në gjuhën e atikës. Do thot erdha. Thëja helene është dhe në shqip. Këtë zbulim se ka bërë asnjëri. E kam nxjerr, të gjithë dolën kundër meje. Nuk është në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, se ka përmendur njëri deri më sot. Dhe unë e kuptova origjinën e kësaj fjale duke parë filmat e një gjuhëtare greke me emrin Aleksandra, që po shpjegonte fjalën erthi, që ka ardhur nga erthe. Është një lloj si erdha në shqip. Këtë fjalë ka shpjeguar gabim e Qerem Çabej në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Familja ime më thot mos e kritikoj Qerem Çabejn, bëj filma për ilirët, meqense ilirët janë parazit e shqiptarëve. Dhe unë nisa të merrem me ilirët. Dhe nxora filmat për ilirët nga viti 2020 deri në momentin që po bëj këtë film. Për fisin ilir, Orgame, që është regjistruar në Histria. Qyteti është Orgomenai. Shumë e çuditshme. Ngjan greke, po s'është greke. Ç'kan bërë grekët? Mbas filmave të mi për fjalën erdha, janë tmerruar kaq shumë sa që në internet kanë bërë një ndryshim. Në Stefanosin e Bizantit thuhet që qyteti lir Orgame në Histria, në Kroaci, në pjesën më veriore të Ilirisë. Ky emër është emër motër me një qytet tjetër në Iliri, në numër shumës Orgomenai, dhe me një qytet tjetër në Beoti, Orgomaios dhe Orgomenos. Problemi është ky që në Beoti nuk ka qytet Orgomenos. Në Beoti është qyteti Orchomenos me h, sepse kjo vjen nga fjala helene erchome, jam i ardhur. Ky diskutim për origjinën e kësaj fjale është në Iliad, në katalogun e anijeve. Dhe aty diskutohet për pellazgët, pikërisht, në Beoti. Dhe stërgjyshi i pellazgëve në Beoti quhet Orchomenos. Në njës është Orchomenos dhe në shumës është Orchomenai, në gjuhën e Beotis. Këtë emër grekët e shndrojnë nga Orchomenos në Orgomenos. Por në variantin e shkruar të Bizantit është Orchomenos me h. Prandaj rezulton që akademikët grek sot kur po bëjnë këtë film, po më dëgjojnë me tmerr që gjuha ilire është varianti epik. Ata gjithë jetën kanë menduar që poemat e Homerit janë greke dhe jo ilire. Janë tmerruar kaq shumë sa që kanë ndryshuar në internet fjalorin e Bizantit, por në origjinal është Orchomenos dhe jo Orgomenos. Pra në ilirisht është Orgomenai me g, në helenisht është Orchomenai. G-ja ka dhënë dhe në mes të temës së fjalës. Zbulimi im në gjuhën shqipe, por ka dhënë th në gjuhën helene. Erthe do thot erdha në gjuhën e atikës dhe shqiptohet sot erthi. Ndërsa në gjuhën dorike ka qenë ertha, që është një lloj si shqipja erdha. Përpara meje askush absolutisht as që ka menduar një gjë të tillë.
Dhe unë kam thënë i pari që fjalët, foljet e trashëguara të shqipes vinë nga aoristi Iliro Helen. Shqiptarët janë të meruar, si që nga ilirishtja gjuhë helene. E pra, ka dal nga filmat e mi. Unë nuk e kisha menduar një gjë të tillë. Unë fillova të bëj filma për ilirët, sepse familja ime nuk donte që unë të bëja filma për gjuhën shqipe, sepse bija ndesh me mendimet e Qerem Çabejt dhe mendimin zyrtar të Akademisë së Shkencave. Pra, askush s'e ka ditur që fjala shqipe me ardh vjen nga infinitivi i aoristit. Kjo për shqiptarët është e pamundur dhe e pabesueshme. Dhe që kjo fjalë vjen nga varianti erhome, jam i ardhur në gjuhën greke. Gjuha shqipe sillet si motër e greqishtes, kopje, në fakt. Në greqisht është erthe, në shqip është erdha. Prekëndej vjen folja me ardh. Mirë po, në ilirisht është orhome, me o, është një variant tjetër dialektor. Për Homerin, për autorët e lashtë grek, variantet dialektore nuk kuptoheshin. Dhe në Iliad është diskutuar pikërisht ekzistenca e dialekteve në Greqinë e lashtë. Këto dialekte janë gjuha pellazge. Kjo është pellazgjishtja. Dialekte të tjera helene që nuk përkojnë me dialektin e Atikës. Dhe këto dialekte janë në Arkadia dhe në Beoti. Këtu është gjetur Orchomenos nga Orchomenai. Kjo është pjesoria e foljes erhome, po vi, dhe Erhomenes ishin perëndit e hieshis në Atik, por ishin në Arkadia perëndit e hieshis Orchomenos dhe Orchomenai. Është variant dialektor. Nga studiuesi më i madh i greqishtes, Schweitzer, në faqen 67 të tij, kjo gjuhet gjuha pellazge, para greke. Në të gjitha tekstet e sotme, në të gjitha universitetet në Europë, është pranuar që kjo është gjuha para greke dhe autori më famkeq i kësaj teorie nuk jeton më. Ka botuar në vitin 2010 një fjalor, etimologjia e fjalëve para greke në greqisht. Pra, Orchomenos dhe Orchomenai janë perëndit e hieshis në variantin e Arkadias dhe në variantin e Beotis, dhe këto bëhen perëndit ilire Orgame dhe Orgamenai, sipas fjalorit të Bizantit. Dhe grekët, mbas filmave të mi, nuk e ndryshojnë dot në letër, sepse është botuar kjo, po e ndryshojnë në internet për ta vonuar sa më shumë shpërndarjen e lajmit të rrufeshëm që ilirët kanë folur dialektin epik, që poemat e Homerit janë shkruar nga ilir. Domethënë të mbushen syt me lot, të rreh zemra fort, dhe kjo gjuhë quhet para greke. Nuk është para greke, është varianti i tretë i shqiptimit të fjalës me ardh. Në shqip është me ardhë, në helenisht është me e, erthe, në shqip është gjithashtu me e, erdha, ndërsa në ilirisht është orhome, me o. Përse me o? Sepse kanë qenë 3 bashkëtingëllore të laringut. H1 shqiptohesh të e ose he në krye të fjalës, H2 shqiptohesh të a ose ha, në gjuhën hitite është gjetur kjo, dhe H3 është shqiptuar ho. 3 bashkëtingëllore të laringut që u parashikuan nga Ferdinand de Saussure dhe që u zbuluan në gjuhën hitite në tekste të shkruara me fjalë shkronja sumere në vitet 1900 para erës sonë. Homeri diskuton këto terma të ilirëve Orchomenos, të
greqishtes Erchomenos dhe të varianti tjetër ilir Orgomenai, dhe i quan këta para grek në katalogun e anijeve, do ta gjeni këtë në Iliad. Pra gjuhën para greke e ka shpikur Homeri ose shkrimtarët në Aleksandri që redaktuan veprat e Homerit, dhe veprat e Homerit janë alfabete, edhe Iliada, edhe Odisea, që të dyja çdo kapitull përkon me një shkronjë të alfabetit jonik. 24 kapituj, 24 shkronja Iliada, 24 kapituj, 24 shkronja Odisea. Këtë nuk e bën një poet i verbër të dashur shqiptar. Pa ditur alfabetin jonik, ti nuk mund të bësh poemat e Homerit. Ky është zbulimi im. Jo vetëm që Homeri kishte sy, kishte 4 sy, 2 këtu dhe këtu mbrapa 2 të tjera, dhe ka diskutuar Homeri etimologjin e fjalës Orchomenos, varianti i Arkadias dhe i Beotis, Erchomenos me ardh varianti i Atikas dhe Orgomenai varianti i Ilirëve. Pra Ilirët kanë ekzistuar që në periudhën kur u shkruajtën për herë të parë poemat e Homerit. E kuptoni se sa rëndësishme është kjo? Homeri është marrë në poemën e tij me diskutime etimologjike. Mi po në pamundësi për të kuptuar që këto janë variante të njëjtës gjuhës greke, sepse gjuha kështu zhvillohet me dialekte, ai përpiqet të tregojë që stërgjyshi i Orchomenove është më i vjetër se stërgjyshi i Erchomenove. Ky është argumenti në Iliad. Do ta lexoni me vëmendje, por në origjinal, pra në dialektin jonik dhe jo përkthimin në greqisht. Pra duhet ta dish mirë greqishten, të përdorësh shumë fjalor që ta kuptosh se çfarë ka ndodhur. Përse e bëra unë një zbulim kaq të madh? Nga dëshpërimi im për të ardhur në Shqipëri, për të pranuar më në fund si gjoja djalë plank prishës, kështu mendojnë shqiptarët që jam unë, po s'jam. Unë gjithmonë kam dashur të vi në Shqipëri. Por me lavdi, si njeri nderuar. Jo si njeriu që gjoja dëmtoi gjuhën shqipe, përkundrazi unë kam ndihmuar shumë gjuhën shqipe dhe çështjen e shqiptarëve. Pra vetëm gjuha shqipe ka këtë fjalë, erdha, dhe vetëm gjuha greke ka këtë fjalë, ertha. Varianti dorik erthe, dialekti Atikës që u bë erthi në greqishten e sotme. Dhe kjo është koha e kryer thjesht e foljes erchome, me ardh. Dhe gjë më e bukur është kjo, si e zbulova unë. Kjo ide e foljes me ardh, rënja e fjalës Erchomenos, pjesoria, me ardh, është trajtuar në mitet greke dhe në Iliad me idenë se këta janë të ardhur. Kuptimi i foljes me ardh është bërë themeli i mitit të atyre pellazgëve që kanë ardhur në Hellad. Është keq kuptuar kuptimi i foljes me ardh me perëndit e kënaqësisë dhe të hieshis që kanë ardhur me pellazgët në Hellad. Gjoja pellazgët janë të ardhur. Por dialekti pellazg, pra, është dialekti i lirë, siç e shikoni, në Beoti dhe në Arkadia. Pra, në gjuhën pellazge është Orchomenos, Orchomenai, në gjuhën e Atikës është Erchomenos, Erchomenai, dhe në gjuhën ilire është Orgame, Orgomenai. Sipas fjalorit të Stefanosit të Bizantit, grekët shkojnë dhe ndryshojnë fjalën Orchomenos në Orgomenos, që studiuesit shqiptar, ose më saktë vetëm studiues që jam unë, të mos ta kuptonte lidhjen. Por në origjinal, në letër, unë kam gjetur Orchomenos. Grekët kanë ndryshuar fjalorin e Stefanosit të Bizantit në internet,
që të mos dal ngjashmëria e ilirishtes me format dialektore greke të gjetur në Arkadia dhe në Beoti, që quhet gjuha pellazge. Pra gjuha pellazge është gjuhë greke ku bashkëtingëllorja e laringut h1 e greqishtes shqiptohet si bashkëtingëllore e laringut h3 o. E gjetur kjo në gjuhën e hititëve, në Azinë e vogël, të shkruar me fjalë shkronja sumere në vitet 1900 para erës sonë. Dhe kjo bëhet temë e diskutimit në Iliad tek katalogu i anijeve. Profesorët e Oxfordit thonë, kjo është pjesa më e dobët e Iliadës, aty ku Homerin e zëgjumi, dhe unë kam thënë në çdo film timin, Homeri ka hapur të 4 syt, edhe këtu 2, edhe këtu 2, duke diskutuar origjinën e fiseve helene, dhe sipas tij, këto që nuk përkojnë me dialektin e Atikës janë njerëz të ardhur, sepse gjuha e tyre është pak më ndryshe se gjuha e Atikës, dhe nuk e kuptonte Homeri që këto ishin forma dialektore. Dhe jo vetëm Homeri, edhe ata që kanë redaktuar Homerin, pra, të deklaruar kanë qenë mbi 8.000 gjuhëtar nga të gjitha trojet e perandorisë maqedone në Mesdhe, dhe asnjëri prej tyre nuk e ka kuptuar që këto ishin variante dialektore të foljes erdha në gjuhën shqipe dhe në gjuhën helene. Kjo është çmenduri, dhe në gjuhën ilire. Në gjuhën ilire është me o, orthe, në gjuhën greke është erthe dhe në shqip është erdha. Mendoni pak. Njerëzit më të mençur në Aleksandri nuk e kuptuan dot këtë gjë. Profesorët më të mirë të Oxfordit thonë Homerin e zëgjumi. Schweitzer, studiuesi më i mirë i gjuhës greke, thotë që kjo është gjuhë paragreke. Bekes, studiuesi më i mirë i gjuhës greke para se të vdiste në vitin 2010, boton librin për gjuhën paragreke, pre-Greek, i thonë, paragreke gjoja. Këto janë dialekte gjuha pellazge të gjuhës greke në Greqi, përfshi dhe gjuhën shqipe dhe ilirishten. Kjo diskutohet në fjalorin e Stefanosit e Bizantit. Grekët shkojnë dhe ndryshojnë fjalorin e Stefanosit e Bizantit në internet. Fjalën Orchomenos e ndryshojnë në Orgomenos, që unë ose ndonjë gjeni tjetër mund të ketë ndoshta, do ta shikojmë në të ardhmen, mos të kuptonte lidhjen e ilirishtes me greqishten. Por unë kuptova nga një pllakë e gjetur në Marseille, ku mungonin format e trajtës së shquar në poemat e Homerit dhe të Iliadës dhe Odiseas. Atje pra është gjetur fjala lembon në rasën kallëzore në Odisea, dhe lembon në rasën kallëzore është në Marseille, në një pllak ku thotë që varka u ble nga tregtarët. Varkën e blem. Dhe është pa formën e trajtës së shquar. Është dialekti epik. Po ashtu dhe gjuha mesape nuk i përdor format e trajtës së shquar. Është dialekti epik. Po ashtu të gjitha pllakat e gjetura në Dardani janë gjoja me gabime gramatikore sipas studiosëve francez, sepse edhe dardanët kanë shkruar në dialektin epik. Por kjo fjalë është gjetur tek fisi Histria, pjesa më veriore e Ilirisë në Kroacinë e sotme. Ky është fisi, emri të cilit ka kuptimin ata që vinë, me ardhë. Këto janë perënditë e hijeshisë. Pra sot u bindet që grekët nuk duan që të dalë që ilirishtja është gjuha origjinale e dialektit epik. Përndryshe, këto konkluzione që kanë 5 vjet që rinë në internet, do t'i kenë parë minoritarët, do t'i kenë përkthyer në greqisht,
Dhe unë e di që i kanë përkthyer sepse kanë marrë filma nga unë dhe i kanë nxjerrë në TikTok. Por jo ato që tregojnë që gjuha shqipe dhe gjuha helene kanë një burim të përbashkët. Pra unë e di që minoritarët kanë lexuar filmat e mi, sepse i kanë nxjerrë në TikTok të vjedhura në emrin e tyre. Unë e kam bërë me qëllim këtë gjë, nuk ka lënë asnjë lloj sigle, asnjë lloj shenje në filmat e mi, nuk e kam mbuluar fytyrën time fare, në mënyrë që ata t'i vjedhin këto filma. Unë jam kënaqur shumë që i kanë marrë, i kanë shpërndar dhe janë mbi 5 milion shikime në TikTok sot. Por numri do të shumë fishohet, do ta shikoni. Përfundimisht, në letër është Orchomenos, ai që vjen, varianti i Beotis të i Arkadias, gjuha pellazge, pra është greke, dhe kjo në ilirisht bëhet Orgomenai. Janë dy qytete, një në Iliri, tjetri në Histria. Orgome është në Histria, Orgomenai në Iliri. Kërkojeni, është në fjalorin e Stefanosit të Bizantit. Përfundimisht, grekët nuk duan që të dalë që ilirishtja është origjina e poemave të Homerit. Përse do thoni ju? Prestigji i tyre do binte në tokë, universitetet më të bukura do ngrihen në Shkodër, në Lezhë, në Tiranë, në Dibër, pra të Zot që është në qiell, në Gjirokastër, dhe në këto universitete do shfaqen filmat e mi. Do ta shikoni. Ky është vetëm fillimi i revolucionit të dashur shqiptar. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor të dashur shqiptar, të dashur i lirë.